Nuk, a di çka? Nuk thet Dolxhe, nuk thet Edi. Pse mendon ashtu? Pse ata e vërtetohet definitiv se ka mendjen e lehtë edhe e hub kredibilitetin për këtë mesazh. Nëse përdor fjalën mendje lehtë, se merret shumë keq këtu mendje lehtë, edhe del ti keq. Jo s'merret për zotin. Po ti the veprimet lehta, jo mendje lehtë. Qysh? Mendje lehtë është një vers ku gënjet shumë lehtë nga një mashkull. Dolçja nuk u gënjy nga Edi. Dolçja vendosi vetëm veten e vet afrohet. Shkojmë po kem, jo mendem, ç'është po veprimet e lehta. Veprimet e lehta? Pa, veprimet. Më mirë. Po, fal. Po, fal, për çata unë mendova. Po pra. Sa ka kuptuar publika. Se mendje lehtë ne zakonisht e përdojmë për ata vajzat që kanë mendje vetëm ja, veprimet e lehta. Friends with benefits. Konsone po ta, këtë mendjen e lehtë po ta thon jashtë. Ata ne ajo ta pyetën pse ti po thosh se ka mendjen e lehtë. Po mendimi kur veprimet e lehta. Edhe sot ajo më pyeti mua në mëngjes Dolçja të tualetit. Ti Alba mendon ashtu si ta ai, domethënë ç'a mendon? Kjo psikologjia. Edhe unë i thash Dolçja. Salami! 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 Wow, cila këngë? Do e pim për jashta? Do e pim për jashta? Palace! Sa vjem ka teshat e zeza. Pas ma shumë ka më vesh teshat zeza. Pse me zeza? Po qishore? Zemër. Urdhra. Ti për të regon një histori, një muj dashnori kështu. Unë jam i bindur. Një femën, 30 vjeçare. Nga kur 1 miliona njerëz i shikojnë. Matët shumë gatë, a me startua me bodi shka ka shpejt. Si mendim je? Edhe unë me atë mendim jam, edhe një të reale. Prandaj pyeta Londrimin, ti që në fillim kur e njeh një njeri për ta njohur tamam, do shtrihesh direkte në krevat, e kupton? Mos më duket normale, din? Jo, pare atë... Sidomos për mosha. Ka thot Dolxhe? Po dhe po që kjo në thash, me 30 vjeçare, pres për një femne, ma shumë. Unë mendoj që edhe pavarësisht mosha, din, kur takosh me një njeri më u fut direkte në krevat, din? Tani ku është synimi? Nuk e merë. Ska që se nga kapin kamera, ati këto, Prince Cafe. Po ti je Prince Cafe, unë jam me Bira Peja. Ec këtu! Bira Peja, urim me bashkëpunimi. Ta respektova të birën Peja. Prince Cafe. Për një mëgjes, ec këta për e gëzuar.